Dhoma ishte plot. Jo vetëm me njerëz, por me pritje, dyshime dhe gjëra të pathëna që rëndonin më shumë se zërat. Banorët ishin ulur përballë njëri tjetrit, disa me krah të kryqëzuar, disa duke shmangur shikimin, disa duke pritur diçka që ende nuk dinin si ta emërtonin. Lëndrimi qëndronte në këmbë. Nuk ishte hera e parë që fliste para të gjithëve, por kjo ishte hera e parë që nuk kishte ndërmend të rrotullohej rreth së vërtetës. Nuk kishte më vend për nënkuptime, për fjali gjysmake, për ndoshta dhe mendoj se ajo që do të thoshte ishte e rëndë dhe ai e dinte. Ai hodhi një vështrim rreth e rrotull. Sytë e tij u ndalën për një çast te Benita. Ajo rinte e heshtur, me shikimin poshtë, sikur diçka brenda saj e kishte paralajmëruar se ky moment po vinte. Pastaj sytë e lëndrimit u kthyen nga Klodi, i cili qëndronte i qetë në pamje, por me një tension të dukshëm në nofull. Duhet të flasim hapur, tha lëndrimi, me një zë të qetë, por të prerë. Jo për thashe theme. Jo për lojra. Por për diçka që është parë, ndjerë dhe dëgjuar nga shumë kush këtu. Dhoma u bë edhe më e heshtur. Unë nuk jam këtu për të poshtëruar askën, vazhdoi ai. Por nuk jam as këtu për të bërë sikur nuk shohim atë që është përpara syve tan. Ai mori frym thellë. Benita, tha emrin e saj pa ngritur zërin, e do Klodin. Një murmuritje e lehtë kaloi nëpër dhomë. Disa kthyen kokën. Disa ngritën vetullat. Disa të tjerë shtangën, jo sepse nuk e dinin, por sepse më në fund u tha me zë të lartë. Benita nuk foli. Fytyra e saj u skuq lehtë, por ajo nuk u largua, nuk u ngrit, nuk e mohoi. Lëndrimi vazhdoi, pa e lënë fjalin të mbetej pezull. Dhe kur them e do, nuk e them sipërfaqësisht. E kam dëgjuar. E kemi dëgjuar. Edhe në ëndër, tha ai, duke theksuar fjalët, Benita thot, Klodi, Klodi. Zëri i tij nuk ishte tallës. Ishte i lodhur. Si një njeriu që ka mbajtur gjatë diçka brenda dhe më në fund vendos ta nxjerrë. E kam dëgjuar kaq shumë herë emrin e tij nga ajo grua, Vaz. Doj lëndrimi, sa nuk flasim më për simpati. Flasim për ndjenja të thella. Flasim për një lidhje emocionale që nuk është imagjinate askujt këtu. Syt u kthyen nga Klodi. Ai nuk foli menjëherë. Heshtja e tij tani kishte një peshë tjetër. Nuk ishte më thjesht qetësi, ishte përgjegjësi. Ajo femër e do Klodin, e përsëriti lëndrimi, më ngadalë. Dhe këtë e dini të gjithë. Por mbi të gjitha, këtë e di vetë Klodi. Këtu ndodhi diçka. Jo një shpërthim, jo një debat. Por një ndryshim energjie. Sepse fjalët nuk po thoshin vetëm çfarë ndjente Benita, por po nxirrnin në pah atë që të tjerët kishin zgjedhur të mos e trajtonin. Nuk është turp të duash, tha lëndrimi. Turp është të lësh dikë të digjet vetëm, ndërkohë që ti e di shumë mirë çfarë po ndodh. Benita më në fund ngriti sytë. Jo për të kundërshtuar, por sikur po kërkonte diçka, fundin e kësaj torture të heshtur. Unë nuk kam thënë kurrë asgjë, foli ajo me zë të ulët. Sepse mendova se ndoshta mjaftonte që ai ta kupton. Lëndrimi nuk e ngriti zërin. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin më të rëndë. Fjala e thënë qetë ka më shumë peshë se britma, sepse nuk kërkon të friksoj, por të zgjoj. Klod, tha ai, duke e parë drejtë në sy, Benita ka pasur një pëlqim për ty dhe ti e di mjaft mirë këtë gjë. Fjalët ranë mes tyre sigur në ujë të qetë. Jo shumë e madhe, por valë që shkojnë larg. Klodi nuk foli menjëherë. Jo sepse nuk kishte çfarë të thoshte, por sepse çdo fjalë që i vinte në mendje i dukej ose tepër mbrojtëse, ose tepër e vonuar. Heshtja e tij nuk ishte mohim. Ishte pranim i heshtur i një të vërtetë që kishte kohë që i rrotullohej në mendje. Nuk jam duke të akuzuar, vazhdoi lëndrimi. Jam duke të thënë diçka që e di edhe vetë. E ke parë mënyrën si të shikonte. E ke ndjerë tensionin në fjalë, në pauza, në ato momente kur askush nuk thot asgjë, por gjithçka kuptohet. Klodi uli shikimin. Në mendjen e tij, kujtimet nisën të dalin një nga një. Biseda të shkurtra. Mesazhe që ndaleshin në gjysmë. Një buzëqeshje e zgjatur pak më shumë se ç'duhej. Ai nuk ishte i verbër. Thjesht kishte zgjedhur të mos e shite deri në fund. Po, tha më në fund, me një zë më të ulët se zakonisht. E kam ditur. Lëndrimi mori frym thellë.
Nuk kishte fitore në këtë pranim. Vetëm lodhje. Atëherë pyetja nuk është nëse e dije apo jo. Pyetja është pse zgjodhe të sillesh sikur nuk ekzistonte. Kjo ishte goditja e vërtetë. Jo akuza për ndjenja, por për shmangje. Për ikje. Klodi u mbështet pas karriges. Për herë të parë, ndjeu se nuk po gjykohej si mashkull, si mik, apo si rival. Po gjykohej si njeri që kishte zgjedhur rehatin mbi sinqeritetin. Sepse ishte më e lehtë, tha ai. Më e lehtë të bëja sikur ishte vetëm imagjinat. Më e lehtë të mos prishja ekuilibrin. Më e lehtë të mos merrja përgjegjësi për diçka që nuk e kërkova, por as nuk e ndala. Dhe pikërisht këtu është problemi, ja ktheu lëndrimi. Gjërat që nuk i ndalojmë, i lejojmë. Në dhomë ra sërish heshtja. Jo ajo e rënë, por ajo që të detyron të mendosh. Lëndrimi nuk ishte aty për të mbrojtur veten, as për të sulmuar. Ai ishte aty sepse e vërteta e pazëshme fillon të kalbet dhe të helmoj gjithçka rreth saj. Benita nuk kërkoi asgjë, vazhdoi ai. Nuk të vuri përballë, nuk të kërkoi premtime. Thjesht ndjeu. Dhe ndjenjat, Klod, nuk janë krim. Por injorimi i tyre nga ai që i kupton është plag. Klodi ndjeu një shtrëngim në kraharor. Sepse thellë e dinte që nuk kishte qenë i sinqert. Jo me Benitën. Jo me veten. Ai kishte përfituar nga paqartësia. Nga fakti që të mos thuash jo nuk të bën automatikisht fajtor në sytë e botës. Nuk doja ta lëndoja, tha ai, pothuajse si justifikim. Lëndrimi buzëqesh i hidhur. Shumë njerëz lëndojnë pikërisht duke mos dashur të lëndojnë. Duke mos thënë asgjë. Duke lënë tjetrin të shpresojnë në një boshllëk. Klodi mbylli sytë për një moment. E pa veten nga jashtë. Një njeri që pëlqejej, që e dinte këtë dhe që e mbante situatën pezull sepse i jepte një. Në një ambient ku çdo tension shumë fishohet dhe çdo konflikt merr për masa më të mëdha se sa jashtë, një përplasje e fortë shpërthen mes Aurorës dhe Labinotit. Nuk është një debat i zakonshëm, as një keqkuptim i vogël. Është një konflikt që prek kufit e humanizmit, empatisë dhe përgjegjësisë ndaj tjetrit. Aurora ndodhet në një gjendje të vështirë. Ajo ka nevojë për ilaçin e syrit, një nevojë konkrete, fizike, që nuk mund të shtyhet apo të relativizohet. Dhimbja dhe shqetësimi nuk janë pjesë e lojës, por realitet i trupit të saj. Në një ambient ku je i varur nga bashkëjetesa me të tjerët, çdo gest ndihme ose mungesë ndihme bëhet vendimtar. Por përballë saj qëndron Labinoti, i cili ka marrë ilaçet dhe i ka fshehur. Ky veprim nuk është thjesht një shaka apo një provokim i lehtë, është një akt që prek drejt për drejt mirëqenien e tjetrit. Kur Aurora e kupton këtë, reagimi i saj është i menjëhershëm dhe i ashpër. Ajo nuk kërkon privilegj, por diçka që i përket shëndetit të saj. Aurora i kërkon ilaçin e syrit me ngulm. Zëri i saj dridhet mes nervozizmit dhe frikës. Ajo nuk po flet vetëm për dhimbje fizike, por edhe për ndjesinë e të qenit e pambrojtur, e injoruar dhe e nënvlerësuar. Në një ambient ku nuk ke kontroll të plot mbi gjërat bazë, çdo pengesë e tillë kthehet në një formë presioni psikologjik. Përgjigjja e Labinotit është ajo që e ndez konfliktin deri në pikën e përplasjes së ashpër. Ai i thot Aurorës të kërkojë ndihmë në spitalin amerikan. Kjo fjali, e thënë pa ndjeshmëri, pa ton shqetësimi dhe pa përgjegjësi, bie si një shuplak morale. Në vend që të pranoj veprimin e tij dhe të ndihmoj, ai zhvendos përgjegjësinë, sikur situata të mos kishte lidhje me të. Kjo përgjigje nuk është thjesht cinike, është simbol i një indiference që plagos më shumë se dhimbja fizike. Aurora nuk po kërkon shërbim spitalor, por po kërkon të drejtën bazë për të pasur qasje në ilaçin e saj. Ti thuash shko në spital, në këtë kontekst është një mënyrë për të shmangur fajin dhe të ushtruar pushtet mbi tjetrin. Përplasja mes tyre bëhet e ashpër. Fjalët rriten në ton, tensioni ndihet në ajër dhe situata del jashtë kontrollit. Aurora e ndjen veten të poshtëruar. Ajo nuk po përballet vetëm me mungesën e ilaçit, por me mungesën e respektit. Në atë moment, konflikti nuk është më për ilaçin e syrit, por për dinjitetin. Labinoti, nga ana tjetër, sillet sikur situata është e egzageruar. Ai nuk e pranon peshën e veprimit të tij dhe nuk e kupton, ose nuk dëshiron ta kuptojë, se shëndeti nuk është pjesë e lojës.
Ky qëndrim e thellon edhe më shumë hendekun mes tyre dhe e kthen konfliktin në një çështje morale. Ky episod nxjerr në pa një problem të madh që shpesh shfaqet në ambiente të mbyllura dhe konkurruese, kur loja dhe egoja vendosen mbi humanizmin. Kur dikush mendon se gjithçka mund të përdoret si mjet presioni, edhe shëndeti i tjetrit. Dhe kjo është pika ku loja pushon së qeni lojë. Aurora, në këtë situatë, përfaqëson zërin e arsyes dhe të nevojës reale. Ai